Bektashizmi, një histori që lindi dhe u gatu ndërkohëra. Një histori që erdhi nga larg, por si një uragan, përcolli mëkimin e madh për kombin, për gjithë njerëzin. Si një urdhër Zoti, shtorë rrugë, urtin, vllazërin, miqësin, dashurin, paqen, bekatin. Por si dhe ku lindi bektashizmi? Çfarë valon ai në histori? Le të ndjekim rrjedhën e tij. Bektashizmi si besim lindi 800 vjet më parë në Anadollin e Largët. Themeltari i besimit bektashian si tarikat, urdhër islam, është Haxhi Bektash Veliu, një trashëgimtar i familjes profetike, humanist, filozof mistik, misionar dhe adhurues i përsosmërisë së njeriut. Fillimisht bektashizmi gjeti vend në Anadoll, më pas në Iran, Irak, Siri, kohë më vonë në gjithë Ballkanin kristian dhe në Troje shqiptare. Bektashizmi u bë një besim i parapëlqyer i jeniçerëve, trupave më elitare të ushtrisë osmane, mes të cilëve dhe shqiptar të marrpeng që kur ishin fëmijë. Me kalimin e kohëve, bektashizmi gjeti terren për t'u përhapur në trevat shqiptare të Ballkanit. Shqiptarët e përqafuan masivisht besimin e ri, i cili me sa dukej i përshtatej më mirë realitetit historik të karakterit dhe virtyteve të tij. Po linte tek ata një besim që përkonte me vllazërimin e tyre, e ardhur kjo që nga kohë të largëta të nisjes së të besuarit ndaj Zotit. Besim ky që po pozicionohej dukshëm larg bestytnive dhe besimeve të egra radikale, të dukshme apo të lidhura nga politikat e princave të kohës. Shqiptarët nisën të gjejnë vlera në vetveten e këtij besimi, që përkonte me krenarinë dhe identitetin e kombit, siç ishte dashuria për vatanin, e mbrojtur kjo ndër shekuj, duke u lutur Zotit për të qenë gjithmonë bashkë në një flamur. Devizë kjo që përkonte edhe me parimet themelore të bektashizmit, këtij besimi të ri për popullin ton. Misionari i parë që shkeli tokën shqiptare ishte Sari Salltiku, i cili u vendos në shpellën e malit të Krujës, dëshmi historike e cila gjendet edhe sot. Shpella e Sari Salltikut u bë një tyrbe e madhe, një teqe, ku mëkoheshin të gjithë luftëtarët e Arbrit dhe merrnin bekim dhe shpresë nën udhëheqjen e Skënderbeut. Si është bektashizmi edhe në fushën e studimit? Është edhe pjesë e arkeologjisë, sepse është vendosur atje ku është arkeologjia. Teqja e Baba Azizit në Bylis, për shembull, në Prisht është prap Kalaja e Lire, në Melan, Kalaja e Lire, edhe në Ersek, në Qesarak prap, dhe kjo është arsyeja e dytë që unë kam një lidhje shpirtërore me bektashizmin, veçanërisht në Bylis, ku bëjmë gërmimet arkeologjike, është ripërtrirë bashkë me qendrën arkeologjike dhe teqja e vjetër, është një nga monumentet më të hershëm të bektashizmit, dhe ajo që duhet të theksoj edhe një herë është kthimi në monumentalitet, identifikimi si një pjesë e fesë shqiptare në përgjithësi, e feve paralele shqiptare që janë për këtë arsye janë në unitet, po dhe kontributit të madh që kanë luajtur të gjithë krerët e hershëm, siç është Baba Reshati, në rastin këtu, traditë që fillon me Haxhi Bektashin, me Aliun e Madh, edhe pikërisht gjyshim mbante emrin Ali. Edhe gjithë familja ime, Hysen, Hasan, janë të gjithë vinë nga tradita e lash bektashiane, që është identifikuar, është përvetësuar nga albanologjia jonë. Edhe pse dihet historikisht preardhja e besimit të tij të krishterë, që u mor peng nga sultani i kohës, historianët e lidhin heroin ton kombëtar, luftëtarin legjendar, me bektashizmin, ku, siç dihet, me mëkimin që mbrojti nga bektashizmi në krye të forcave kryengritëse, arriti të shpartallojë divizionet turke dhe të ngrejë flamurin në kështjellën e kalasë së Krujës. Të inspiruar nga kjo frymë zjarrt dhe e madhe të dashurisë për njerëzit, për vendin, për natyrën, do të luftonin dhe do të hyjnizonin vatanin dhe kombin dhe do të treteshin si qiriu për të punuar për të. Ishin dhe vëllezërit frashëri, që sot ata janë pararencit e bektashizmit,
të cilët e shqiptarizuan këtë besim të ri, duke e parë antar për vlerat që mbarte. Tipari i dalluesi i bektashinëve shqiptar është pozicionimi që ata historikisht kanë marrë përballë interesit të fateve të dheu të tyre. Bektashinë shqiptar, siç janë të vërtetë të identifikuar si patriot para gjithçkaje, që vënë mbi të gjitha dashurinë për atë dheun, thënë dhe shkruar kjo nga shumë studiues, historian e të tjerë. Përsërish, për vjetorët thrasin historinë, historitë thrasin ngjarjet. Cili ka qenë roli i bektashizmit në histori? Roli i bektashizmit në histori ka vendin e vet të merituar në pikpamje të kontributit që ka dhënë, duke filluar që para dhe lidhjes Prizrenit dhe me problemet pastaj më pas me gjuhën shqipe, me problemet e alfabetit, përpjekjet që kanë bërë shumë edhe për shkrimin, që të shkruheshin dhe të botoheshin dhe të jepeshin dokumentacione të cilat të bëheshin në gjuhën shqipe më vonë. Më vonë, duke u shtjelluar, duke domethënë me krijimin e kombit, me kalimin në periudhën e rilindjes kombëtare dhe nga rilindja duke kaluar në pavarësi, në të gjitha këto momente kanë lënë shenja të tyre. Dhe kur them shenja, kanë qenë figura që kanë udhëhequr lëvizjen. Mund të përmendim me Sami Frashër, me Abdyl Frashër, me Naim Frashër, me Mitat Frashër, si në vazhdimsi që kanë pasur, dhe këto jo vetëm në fushën e shtjellimit të gjuhës, të besimit, të gjerësisë dhe dashurisë, por njëkohësisht dhe si duhet të veprojnë dhe si duhet të mbështesin dhe si duhet që të çojmë më tej dhe krijimin e kombit dhe ruajtjen. Ishte një moment shumë i rëndësishëm, momenti i shpalljes pavarësisë kombëtare, ku patën shumë bektashi, ndikim të fortë, që morën pjesë, që nga Ismail Qemali, nga Qif Pash Elbasanin, që ka dhënë një kontribut shumë të madh, edhe me të gjithë, dhe po të vazhdojmë pastaj ngjarjet për të konsoliduar çështjen shqiptare dhe shtetin shqiptar. Dhe pastaj, pse? Sepse shikohesh një forcimi i shtetit, forcimi i dheu, do të çonte një forcim dhe të fesë. Dhe të gjitha komunitetet fetare do të bënin forcimin e shprehjes së besimit të tyre dhe do të ndihmonin dhe paqen më shumë dhe riorganizimin. Në lëvizjen e fillim shekullit, në kongresin e manastirit për gjuhën shqipe, në qeverinë e Vlorës dhe atë kuvend të veçantë ku ata kishin një rol të madh, në periudhën e viteve 20 kur bëhej luftë e madhe politike, bektashit prap kishin një rol stabilizues, një rol që i bëri ata të respektohen nga gjithë popullsia shqiptare, edhe ajo e besimeve apo komuniteteve të tjera. Ky vlerësim vjen për atë mendim avangard që bektashit dhe drejtuesit e tyre, klerik po dhe civil, kishin për mënyrën se si duhet të ndërtojë Shqipëria, si duhet të avancojë, të konsolidojë, të demokratizojë. Në 13 dhjetor të vitit 1925, me vendim të parlamentit turk, u mbyllën të gjitha teqet në Turqi, në krye në Haxhi Bektash të Turqisë, apo në krye të bektashizmit botëror. Në këtë kohë ishte shqiptari, kleriku i madh i kombit, Sali Njazi Dedej, me origjinë nga Kolonja. Pas bashkëbisedimeve me baballarët në Turqi, Bullgari, Rumani, Greqi dhe Shqipëri, duke tentuar për të gjetur një zgjidhje, kryegjyshi botëror Sali Njazi Dedej mori kontakte me kryeministrin e kohës, Ahmet Zogu, përmes përfaqësuesit të tij diplomatik në Stamboll. Duke dëshmuar një akt patriotik, Ahmet Zogu ra dakord për sjelljen e Selisë së Shenjtë të kryegjyshatës botërore bektashiane në Shqipëri. Kongresi i tretë bektashian që u mbajt në Korçë në vitin 1929, mirëpriti këtë akt patriotik dhe aprovoi ardhjen dhe vendosjen e Selisë së Shenjtë të kryegjyshatës botërore bektashiane në 10 janar 1929 në Tiranë. Dokumentet zyrtare flasin se mbreti shqiptar Ahmet Zogu kishte aprovuar dhe dhënien e një ndihme prej 1.000 frangash ari për ndërtimin e Selisë së Shenjtë. Në një dokument të Arkivit Qendror të Shtetit të vitit 1932, thuhet: kryetari i teqes së Haxhi Bektash Veliut në Kërshehir, Irësia e tij, kryegjyshi Sali Njazi,
që është i fisit shqiptar dhe që njihet si papa i gjithë bektashinjve të botës, u shtrëngua të largohet nga qendra e madhe e bektashizmit dhe erdhi e zuvend në Tiranë si kryegjysh i Shqipërisë, duke mbajtur dhe ofiqin e tij të lartë si postmbajtës i këtij besimi në gjithë botën. Vitet 1929-1941 tregojnë se kryegjyshi Sali Njazitedej i dha bektashizmit një dimension të ri historik të parimeve themelore të tij, idealit të kombit mbi gjithçka. Ai nuk firmosi pushtimin e vendit ton nga Italia në vitin 1939 dhe pas 2 vjetësh, si pasojë e këtij akti, do të binte si dëshmoria e dheut. 28 nëntor 1941, në kryeshat pushkatohet, vritet tinësisht kryegjyshi botëror Sali Njazitedej me drevishën e tij. Çu kujton kjo ngjarje? Është një ngjarje shumë e rëndë që ka ndodhur në kryegjyshatën botërore bektashiane. Orasi atij burrit të madh të bektashizmit, i cili solli qendrën botërore nga Turqia në Shqipëri, pasi u mbyllën të gjitha teqet, dhe ai erdhi të rihapi dhe të forcoi bektashizmin në Shqipëri, duke e bërë në 6 gjyshata siç ka qenë qendra botërore në Turqi. Mirë po, ai burr duke u zhvilluar bektashizmi, duke hapur shkolla, duke mësuar njerëzit me dashuri ndaj dheut. Dhe ai vet u bën martir i këtij dheu, duke mos firmosur pushtimin e Shqipërisë nga Italia fashiste. Kjo e bëri atë një burr të rrallë, të mençur, është dhe heroi i parë i këtij kombi. Prandaj ne atë e kemi si dritë udhëzuese për atë që i bëri Shqipërisë dhe bektashizmit. Një burr shumë i rrallë, i mençur dhe i ditur. Duke ditur se çfarë do ndodhte, ai prapë ra martir për rrugën e vërtetë, për dritën e vërtetë, për kombin e tij të dashur Shqipërinë. Pasi legalizuan gjithnjë më shumë bektashizmin, Ali Riza Dede, Kamber Ali Dede, Xhafer Sadik Dede, Abaz Hilmi Dede, Ahmet Myftar Dede, Haxhi Dede Reshad Bardhi dhe mëtej vazhduesi i tij, Haxhi Dede Edmond Brahimaj. Të gjithë në një rrugë, të gjithë në një ideal, të gjithë për kombin, flamurin e tij, flamurin e bektashizmit, gjurin që u bën në rrugë që nga të parët e vazhd. Bektashizmi në rrjedhën e tij një histori e ndritur. Është vërtet një histori e ndritur, shumë e ndritur, është një krenari për kombin dhe jo vetëm komuniteti, por ky urdhër në përgjithësi që nga drejtuesit e tij më të lartë deri tek më të thjeshtit ka luftuar për idealin kombëtar dhe jo rastësisht filozofia e këtij urdhri kombin dhe fen i ka në kryefjalë të dyja me të njëjtën barazvlerë. Vitet e pushtimit fashist dhe lufta nacionale për çlirim sjell një varg ngjarjesh të hidhura për besimin bektashian ndër shqiptarët, shpjeguar më hollësisht. Bektashianët e paguan shtrenjtë nacionalizmin e tyre. Duhet thënë që pikërisht ndoshta edhe për këtë arsye është persekutuar në me shekuj, duke filluar që nga sultanët qindra vjet përpara, sepse përpiqeshin që aty ku ata jetonin ta modernizonin perandorinë osmane, ta demokratizonin atë, çka kundërshtoi nga pushteti asaj kohe. Kjo periudhë e persekutimit u shtua veçanërisht në periudhën e shekullit 20, kur një varg ngjarjesh, kur Shqipëria bëhej, një varg ngjarjesh i nxorën në plan të parë bektashintë dhe prandaj dhe armiqësia ndaj tyre u shtua nga drejtime të caktuara. Pas shlirimit të vendit, sërish bektashizmi do të goditej rënd. Një valë pushkatimesh, arrestimesh, internimesh do të glaposte të gjithë bektashizmin si një besim athdetar, kombëtar, patriot dhe jo idealist komunist. Është interesant që po të shikojmë në shekullin e 20, bektashit janë luftuar edhe kur ata kanë qenë bashkë me të tjerë në këtë luftë, siç ndodhi mbas vitit 45, ku feja në përgjithësi u denigrua dhe u luftua, por dhe në periudha të tjera kur fetë të tjera nuk janë prekur, bile klerik të feve të tjera, siç është rasti
i lëvizjes Vojroj Pirote në jug, apo në Shqipërinë e mesme, i kryengritjes fundamentaliste, u bunë në thumb pikrisht bektashintë, u dogjën fshatrat e tyre, u persekutuan klerikët e tyre, u dogjën objektet fetare që zakonisht janë të paprekshme. Në qoftë se përmendim rastin më të fundit, kemi rastin e Kosovës. Shumë objekte fetare nuk u prekën, kurse objektet e bektashinjve u rënuan, u dogjën, u shkatruan. Pra, duket që është një tendencë për këtë komunitet, për drejtuesit e saj, për avdetarizmin e tyre, që dikujt nuk i shkon përmbar. Kryegjyshi i fundit i mëndzyrës komuniste, që përjetoi terrin e egër barbar të idealizmit të komunizmit, i zoti është obskurantizëm fetar, ishte Dede Ahmeti, që kaloi në udhën e zjarrit dhe të territ dhe mbijetoi me dashurinë ndaj Zotit dhe hakut të tij. Vitet 1948-1958 do të mbeten në historinë e bektashizmit si vitet e një besimi që mëkoi se dashuria e Zotit është më e madhe se gjithçka, se dashuria e Zotit është paqe mbi çdo dhe mbi çdo gjë. Edhe pse shqiproi të gjithë literaturën e besimit në gjuhën amtare, do të fillonte stera e jetës së tij dhe Dervish Reshatit nga lufta e Partisë Shtet. Nuk kish për Partinë Shtet besim tek Zoti, veç idealit të njeriu të ri, idealit komunist. Internimi dhe teqja e Drizarit, tashmë për kohën, do të ishin qendra botërore e bektashizmit dhe shkëndijat e dashurisë të besimit do të shkonin deri në SHBA. Teqja e Drizarit do të kthehej në një altar të besimit të Zotit, dhe edhe pse ishte në një kasolle të thurur me thupra e balt, ajo thjerte dashurinë hyjnore për Zotin. Ky është fshati Drizar, një fshat i vogël në Umbërtir, por që kohët i dhanë për masa madhështore historike. Këtu ishte kasolle me kasht, ku është ndërtuar teqeja ku Dede Ahmeti dhe Baba Reshati përjetuan vitet më të egra të territ komunist, të mëndzyrës, të internimit të tyre në lulën më të bukur të jetës. Pikërisht sot kjo teqe, ky vend, ka ndelë si një dëshmi e provonisë hyjnore për shejtërinë, për rrugën, për Zotin. Zoti Nasibi, jeni nga banorët e parë që keni pritur dhe keni pasur fatin të pritni Dede Ahmetin dhe Baba Reshatin. Po, unë kur kam ardhur këtu, kam pasur fatin masën pruj babaj, edhe kur pash dy babalar, Dede Ahmet Miftari dhe Reshat Bardhin, edhe aq u bera në fakt. Këtu, ata erdhen për të vajtur dënimin se i dënoi komunizmi. Mirë po, Me internim, neve këtu na erdhi Zoti, na erdhi shenjtëria më e madhe e Shqipërisë. Ata dy burra kur erdhën gjetën të shkatëruar këtë vend këtu. Dede Ahmeti me Reshat Bardhin e bën bashkë me lule teqen e Drizarit. Rregulluan edhe këtë teqe vogël. Kjo u bë teqe e madhe për gjithë Shqipërinë, për vende të ndryshme si për Maqedoninë, nuk vinin vetëm nga Shqipëria, vinë në Maqedoni, në Malizi, në diaspora Amerikës, edhe këtu është kënaqësi e madhe në këtë vend të shenjtë në Drizar. Dervishi i tij, Reshati, do t'i ngjallë jetë dhe shpresë për të ndesur gjithnjë më shumë xhiraku në rrugës nga kandili i tij. Në gusht të vitit 1954, ai do të merrte hyjnizimin dhe hijeshin e një mistiku të Haxhi Bektashit. Kjo dhomë e vogël, muzej kohës flet shumë për historinë jo vetëm familjes Peça, por për gjithë Lipohovën. Këtu u rujt prerë parë fotografia Baba Reshatit në kohën e monizmit, komunizmit, të ligjeve të egër të tij. Këtu erdhi ai prerë parë vizitë. Jo më kot familja Peça e ka hapur sot prerë parë me rastin e ardhjes tonë me kamera për të dëshmuar një të vërtetë. Xhafer Uzani, kjo dhomë, të cilë ju pas e kthyer në muze, ruan besoj për ju shumë kujtime, flet shumë për kohën. Të gjitha kujtimet e jetës, të tëra hidhrimet e jetës, të tëra lotët e jetës, të tëra pushkatimet, burgimet, internimet, vetëm kemi rojtur me kujtimet dhe me kurajon e Baba Reshatit, me sit e bukurat Baba Reshat, ai na jepte kurajo, ai na jepte shpresë, ai na jepte çdo gjë për neve.
neve patë nuk mund të ronim mos shinim Baba Reshatin 3 herë ditën apo 10 herë ditën. Vetëm si të tia na ipin kur ajo, na dha në nder, na dha në rrugë të mbarë, që jemi dhe sot. Vetëm Baba Reshati ka qenë shpresa tonë. Kur shteti komunist erdhi në atë kohë, kur ishin votime dhe kërkoi që tek ju erdhën për vizitë për të marrë votat dhe për të kërkuar pra votat dhe për t'ju thënë që nënës tuaj që atë fotografi që ju e mbani duhet ta hiqni pra Baba Reshatin. Po. Ajo ju përgjigj kështu, i tha dëgjoni, nuk hiqet ajo fotografi në shtëpia, sa ajo është shpresa e njerëzimit, i tha. Po i ka ajo fotografi, neve me shpresën e ati harrojmë, i tha. Vetëm ajo është shpresa për të njerëzimit, s'është për familjen time, i tha. Është gjina e madh, prandaj e tha në atë shtëpi nuk do hiqet në breza ajo fotografi, i tha. Breza të ikin të vini, i tha, ajo fotografi nuk ikin në shtëpia tonë, i tha. Në vitin 1967, në kuadër të ndërtimit të vetmit shtet ateist në botë, komunistët mbyllën dhe shkatruan të gjitha objektet fetare, të gjithë besimeve dhe bektashizmit. Historia e indoktrinuar, një popull gërmoi edhe varret e njerëzve të shenjtë dhe hodhi tej edhe eshtrat e tyre. Kishte ardhur koha që altari i lirisë thëriste gjithë shqiptarët, thëriste kambanat, minaret, të zgjoheshin nga gjumi litargjik i zis, që kishin pushuar së rëni, të kumbonin tani fort dhe fuqishëm lart në qiell, për të gjithë shqiptarët e drobitur nga nata e gjatë e territ të zi dhe persekucionit e egër komunist. Më në fund, tokën tonë të nëmur, të djegur, të zhuritur, kishin filluar të aflladitnin erërat e ngrohta të demokracisë, të lirisë së fjalës, të besimit të Zotit. 22 mars 1991. Ditë e paharruar e shenjtë historike për të gjithë shqiptarët. Pas shumë luftrash përpjekjesh me qeverinë komuniste të kohës, udhëheqësin e saj të kuq, Ramiz Alin, Nën Tereza, kjo grua e madhe do të çelte siparin e hapjes së faltores të kryegjyshatës botërore bektashiane, si prolog të lirisë së besimit për të gjithë bektashinjt, jo vetëm shqiptar, por të gjithë botës. Qa po kujton ti baba sot, kujto rrin pak në kohën e historinë, që si djalë i ri mbaj ato shënime dhe që ti që kishe përjetuar persekucion të egër komunist, mbaj shënime e një dritë të lirisë që ty të s'kjeshte. Po pa tjetër, edhe ditë që ka ardhur ku hap kryegjyshata, ne kemi qenë më të lumturit e kësaj bote, që u hap kjo dritë edhe Nën Tereza, e cila erdhi na përgëzoi për këtë hapje e kësaj drite. Pa tjetër, ajo na ndihmoi për arsye se liroi që selin qendrore, e çoi azilin në një vend tjetër, se ishte azili i grave në atë kohë, edhe gjithë kjo u kthye në azil. Atëherë ajo edhe ne na bëri një nder të madh, që edhe ne e përkujtojmë atë ditë si ditë më të shenjtë të onës se u hap drita e Haxhi Bektashit. Një moment shumë i rëndësishëm i zhvillimit të kësaj ceremonie të hapjes ka qenë dhe pjesëmarrja e Nën Terezës, e cila është shprehur me një detarizëm aq të madh atë ditë ku ka marrë pjesë në atë ceremoni, sa që të gjithë besuan dhe u shprehen që feja është gjithçka për kombin dhe të gjithë bëhen një kur është problemi për të luftuar për kombin dhe për të bashkuar atë dhe për të parë zhvillimin e tij. Hapja e objektit të parë fetar pikërisht nga Bektashin janë momente që i bëjnë nder gjithë kombit. Gjithmonë Nën Tereza është simbol dhe sinonim jo vetëm i lirisë së besimit të kombit ton, por dhe sinonim i hapjes së kryegjyshatës botërore bektashiane. Së bashku me Baba Reshat Bardhin, zgjedhur dhe vënë në krye të udhës, Baba Bajram Mahmutaj, Baba Selim Kaliçanin, besimtar të denj si Skënder Gazheli, Ibrahim Asnai e të tjerë, pjesëtar të Komisionit Themeltar Nismëtar, të rinj, ku mes tyre do të quhej dhe caktohej Edmond Brahimaj, djalë i ri i një familje të vjetër me tradita bektashiane. Një djalosh i ri me ëndra për lirinë. Përjetove terrorin e zi komunist, përjetove edhe lirinë e besimit. Që në fillimet vit 90, u inkuadrove të organizuan të zgjodhën si sekretar të Komisionit
nismëtar për hapjen e kryqëzatës. 22 marsi të ngarkuan me detyrën e sekretarit që mbaja të shënime që sot ngelen historike. Po, është e vërtet që neve si pasus të dy udhëheqësve shpirtëror, Dede Ahmetit dhe Dede Reshatit, duke ushqyer me atë ushqimin e tyre të vazhdueshëm për njeriu si qenia më e përkryer e kësaj bote, i qëndroshim afër atyre dhe kishim mësues dhe udhërfys për rrugën e ndritur që na lanë ata pas. Në vitin 1989, unë duke punuar larg oficer në kufi të Stërblevës, isha mërzitur nga regjimi, nga puna që bëshim, nuk vlerësoheshim, terrorizoheshim, që kontrolloheshim nga gjitha mënyrat. E i them Dede Reshatit, lutem, o hap kufit, është hap të qenë. Kuptohet se duke parë dhe shëmjen e murit Berlinit, edhe i thash për këtë punë. Ai më tha, duro një vit virim. Edhe ashtu ndodhi vërtet. Në 2 korrik të 90-s u hapur ambasadën, filloi fryma e lirisë, u hapur besimi në Shqipëri, në të gjitha besimet e tjera, edhe ne krijojmë një këshill nismëtar me Dede Reshatin në krye, baba Selim Kaliçani, baba Bajram Mamutën, baba Sherif Cenametin, baba Nekiun, Caushin, edhe gjithë këta krijuam një grup për ta rihapur kryqëzatën botërore. Brahimaj, caktuar sekretari i Komisionit Themeltar Nismëtar, arreshtat dhe shënimet e mbajtur prej tij, sot janë histori e gjallë e një lufte për liri e për besim në Zot. Baba, i shef në ato shënime që kem bajt në atë kohë si edhe i kam hedhur dhe në librin në fest që kam bërë. E kam hedhur ato ditë shumë të bukura, shumë të gëzuara. Kem punu me shpirt për të zbukuruar këtë vend. Si shikon ti është bërë dritë. Edhe kjo dritë e ka hapur Dede Ahmeti, Dede Reshati, të cilët gjithmonë i kemi në mendje dhe në shpirt se ata ishin ata që na udhëzuan që ne jemi sot këtu. Është merita e atyre burrave, atë dietar, të mençur, filozof, që janë gojëmbël, zemrëndhej, bujar, të gjitha kratë. Edhe ne në ata kemi marrë që jemi sot këtu. Edhe ne po vazhdojmë rrugën e tyre. Shive që është bërë. Kjo mrekulli ishte e ëndra e Dede Ahmetit. Dede Reshati e mbante atë. Ja, ku e bëri. Edhe ne përfundimisht me qeveri shqiptare e përfunduam. Edhe bëm një ndër këtij kombi, edhe këtij vendi. Kjo është ajo që neve na mban gjallë. Frymëzimi dhe besimi në Zot, edhe ata burra që janë akoma në vinë në ndihmë në çdo moment neve për të mbajtur atë dritë të Haxhi Bektashit, dritën e mirësisë, të dashurisë dhe të paqes. Profesor, jo vetëm je studios i laureuar, po je Bektashi. Si e parafrazoni ju Bektashizmin në kohë, se ju keni jetuar 2 kohë? S'paresh pjesë e familjes time nga 2 anët, edhe nga cekat e Kalas, edhe nga vilat, edhe kërçakët ose kokat e Leskovikut dhe të Përmetit. Së dyti është pjesë e traditës patriotike, ku të 2 familjet kanë dhënë kontribute që në rilindje, dhe bektashizmi dhe shqiptarizmi në Elbasan ishte e njëjta fjalë. Ishte shqiptar dhe bektashi ishte e njëjtë. Së treti, këtu në këtë vend të shenjtë është edhe varri i gjyshes time. Ne në Tiranë, bektashit e Tiranës, i varrosnim të parë tanë në këtë vend. Pra, për çdo vend i rilindjes, së përhershme dhe ja ku jemi. Ky vendi u braktis që nga 66 deri në 90-ën, këtu erdhi Nën Tereza, baba Reshati që i dhan jetë këtij vendi, edhe baba Mondi, po themi që është një nga ringjallësit e mëdhej të fesë shqiptare edhe të bektashizmit njëkohësisht. Thirrja e apoteozës së Zotit, thellë në zemrat e besimtarëve, kërkonte ngritjen e faltores, tempullit ku do të luteshin dhe do t'i drejtoheshin të gjithë, Perëndis. Dede Ahmet Myftari, mëkimi i Zotit dhe i udhës së tij, në vitin 1957, do t'i idejojë ndërtimin e tempullit, ide të cilën do ta materializojë me kohën me madhështi, biri i tij shpirtëror, Dede Reshat Bardhi. Faltoria e tempullit
u projektua dhe u konceptua si një vepër unikale, e vetme, e veçantë në llojin e arkitekturës islame. Universi i pafundësisë së mirësisë, paqes, dashurisë hyjnore. Për kujdesin e tij, vazhdimin mëtej të ndërtimit, përfundimin e plotë të tempullit të faltorës, do ta himnizoj mëtej nxënësi, vazhduesi i rrugës dhe urtësisë, Dede Edmond Brahimaj, kryegjyshi botror Bektashian i sotëm, jo vetëm çoi mëtej në vend amanetin e të parëve të tij, por lartësoi ata si udhëheqës me dritën e pashuar që ndezën për udhën, për Zotin, për të gjithë njerëzit, për të gjithë besimtarët. Shtator 2015 në përurimin e Odeonit të kryegjyshatës botrore Bektashiane. Faltororia që përdorim sot është pjesë e dukshme dhe simbolike e një besimi të lindur 800 vite më parë. Ajo çfarë ka bërë këtë tarikat të Islamit të mbijetojë shekujve, të fitojë terren të rinj të shpirtëror, të bashkëpunojë me vlerat e spikatët të kohëve të sotme. Është pikërisht fryma e mirëkuptimit me atë që kemi në krah. Faltororia jonë do të ngrejë ura komunikimi dhe dialogu në të mirë të vllazërisë fetare, duke u larguar të kaq prej çdo lloj verbërie të Islamit politik apo tendenca të aksioneve terroriste. Kam gjithashtu kënaqësinë e veçantë falenderoj përpara këtij auditori të nderuar kryeministrin e Republikës së Shqipërisë, zotin Edi Rama, i cili bujarisht afroi ndihmë ekonomike të çmuar për përfundimin e faltorës sonë. Zoti e bekov Shqipërinë, Zoti e bekov popullin shqiptar, Zoti na dhë paqe dhe mbarësi në mbar klubin. Amin. Faltoria dhe i gjithë ansambli që kemi mirësinë e madhe të jemi këtu për ta përuruar, sot është në fakt simbolikisht dhe realisht kurorëzimi i përlindjes lirisë bektashizmit dhe përmbushja e jetës një njeriu të madh dhe të ndjeshëm, e cila u njësua katërcipërisht me atë të komunitetit të cilit ai përkiste. Jam krenar që gjeti mbështetjen e qeverisë sonë, e cila në fakt, duke mbështetur ndërtimin e kësaj faltoreje, nuk përmbushi thjesht amanetin e një njeriu të shenjtë, por përmbushi një detyrë patriotike karshi bektashizmit dhe të gjithë bektashive shqiptarë. Me këtë faltore gdhëndet në gurë të punuar dhe të fisëm porosia e madhe e bektashizmit, e cila shkrihet në një me atë të rilindasve tanë të ndëj. Së bashku me krerët dhe fisnikët, të inkurajohet dashuria, vllazëria, bashkimi dhe miqësia mes tërë shqiptarëve. Të mos ndahet kur muslimani nga i krishteri dhe i krishteri nga muslimani, por së bashku të punojnë, së bashku të udhtojnë drejt dritës pasosur që shqiptari në tërë botën i shquar për diturira kur të mos përpijet nga errësira. Vizioni që shfaq, prevalon bektashizmi sot, për kohën, është vizion paqeje, bashkëpunimi me të gjitha religionet, vëllazërimi me ta, me të gjithë popujt, kombet. Ky është vizioni që ka udhëhequr gjithnjë liderët e tyre që t'jenë prevalues të kësaj dashurie. Pas takimit të parë më 11 maj 2016, të atit të shenjtë me kryegjyshin botror, vlera të reja, vizion të ri, bashkëpunim më të madh, kërkon sot koha, shoqëria njerëzore. Përsëri një takim i rrallë dhe historik, do të mbes në histori. Në një audiencë tepër të veçantë, ati i shtetit Papa Francesco priti në Pallatin Apostolik në Vatikan kryegjyshin botror shtëtrinë e tij Haxhi Dede Edmond Brahimaj.
Pas i rojmë se ardhe me një ngrosit veçantë, ati shejt tha se sa herë që litërit botror takohen, bashkohen, në frymën e respektit ndërsjellë, impenjohen përmes dialogut, mirëkuptimit, bashkëpunimit, riportërit e konfirmohet gjithnjë më shumë shpresa për një botë më të mirë, për një të ardhme më të ndritur. Kryegjyqi botror, shejtëria e tij, Haxhi Dedet Mon Brahimaj, pasi e falenderoi papën për pritjen e ngrohtë, kujtoi dhe kërkoi nga ai që të nënshkruajë së bashku dokumentin mbi vllazërinë njerëzore të Abu Dhabit, çka OKB-ja tashmë ka shpallur ditë të vllazërisë botrore. Papa nënshkroi me shumë dashuri këtë dokument. Në këtë kontekst, kryegjyqi e informoi atin e shenjtë Papa Francesku për nismën e fundit të shkëlqyer që ka ndërmarrë kryeministri Edi Rama kohët e fundit për krijimin e shtetit të ri sovran Bektashi, i cili do të jetë një shtet i moderuar islam brenda kontureve të shoqërisë së sotme perëndimore. Kjo është një nismë e bukur, të cilën unë e bekoj, tha ati shenjtë Papa Francesku. Në shenjë mirënjohje dhe bashkëpunimi, vllazërie reciproke, kryegjyqi botror, shejtëria e tij, Haxhi Dedet Mon Brahimi i dhuroi dhe vendosi në qafë papës shallin e gjelbër si shenjë e dashurisë që ati shenjtë Papa Francesku ka treguar gjithnjë për bektashizmin. Takimi i kryegjyqit sotëm botror në Vatikan u karakterizua në mjaft takime të tjera në Ministrinë e Dialogut dhe Çështjeve Ndërfetare, ku u vurr theksi dhe roli i madh që luan misioni i fesë në harmoninë, tolerancën dhe bashkëtjesën fetare në çështjen e sigurisë të paqes në rajon. Konture të reja ftojnë sot çdo besim në rrugën e Zotit. Bektashizmi gjithmonë ka treguar, shfaqur dashuri dhe respekt për të gjitha besimet. Treguar kjo në pëlqimin e komuniteteve fetare të Shqipërisë për vëllezërit e tyre bektashian, që të gëzojnë status të veçantë si seli qendrore të të gjithë bektashinjve në botë. Dokumentuar kjo në nënshkrimin e marrëveshjes së tyre më 14 dhjetor 2022. Bektashizmi, së bashku me besimet e tjera, krah për krah tyre, nxit dialogun dhe prevalon vlerat e reja për kohën, për zhvillimin, emancipimin e shoqërisë njerëzore. Bashkëjetesë me të gjithë besimet, popujt, kombet, tjetojmë së bashku, vëllazëri botërore. Ky është vizioni që përcjell sot bektashizmi, që e sheh misionin e tij si flamurtar të paqes dhe dashurisë mes gjithë besimeve, mes gjithë shoqërisë së sotshme njerëzore. Për vjetorët që kanë bektashind, tregojnë se bektashizmi është një shtrat i kombit. Në të gjitha këto momente historike, ata kanë qenë në anën e duhur, kanë luajtur rolin që ju takonte dhe në këtë kuptim, bektashizmi është një shtrat i kombit dhe e ardhmja e tij patjetër që do të jetë ndritur. Faleminderit profesor. Sa herë që për vjetor vinë dhe do të trokasin ndërmote, më shumë historia e bektashizmit ndizet. Më shumë rrezaton inkandeshencë për kohët, brezat, histori që përcjell zjarrin e dashurisë së kombit me Zotin, të shkrirë në idealizmën e tyre të shejtë. Pa atë dhe nuk ka fe. Simfoni e madhërishme kjo, që u kompozua në kohra mëmbëtarësh e burrash të mëdhenj të kombit, që shtruan rrugë dhe bën histori, që nga rilindasit tanë të mëdhenj, vëllezërit Frashëri, Sali Njazi Dede, Dede Ahmeti, Dede Reshati e së fundmi Dede Edmond Brahimaj, që lartësuan e përjetësuan historinë në pjedestalin e shejtë të lavdisë së kombit. E skalitën atë me germën të zjarta në panteonin e artë të historisë, bektashizmin, shtratin dhe udhën e kombit si pavdekësi, si lavdi dhe krenari e kombit. Përjetësisht, për vjetor gjithnjë do të vinë, gjithnjë do thërasin, lavdi ndër breza, ndër kohra, ndër shekuj.